Vazhdojmë tani me përgatitjen. Në total për këtë recetë do të kemi nevojë për 700 gram mish viçi të bluar. Pasi këtë recetë unë po e bëj të përshtatshme dikon për 6 deri në 8 persona. Të gjitha produktet e mishit unë i zgjedh nga industria e mishit Appetit Group, pasi të gjitha janë cilësore dhe më e rëndësishmja janë edhe halal. Mishin që unë po e përdor është mish viçi i freskët. Tani, si për mishit, do të vazhdojmë që të shtojmë një qep të bërë imet. Unë zakonisht preferoj që qepën të bëjnë rinda. Në këtë recetë do të kemi nevojë që të përdorim edhe patate, në total na duhen 3 patate të lara të pastruara mirë. Vazhdojmë tani që patatet të bëjmë në rinde. Tani si për mishit dhe patateve do të shtojmë 3 lugë gjelle të plota me miell, 1 vesë plot, 1 lugë kafeje me piper të kuq, 1 lugë kafeje me kryp, pak hudër, unë preferoj që të shtoj hudër pluhur, mund shtoni edhe thelbi hudre. Vazhdojmë tani që t'i përzijem njerë pak me lugë, por pastaj do të vazhdojmë që t'i ngjeshim edhe me dorë, sepse në atë mënyrë bëhet përzierja më mirë. Vazhdojmë tani me duar, duke përzier dhe duke ngjeshur mirë për disa minuta. Receta që po e përgatisim sot njihet me emrin gjulbastje. Pra ashtu thirret emri origjinal, pra janë qofte me patate dhe pastaj do të vazhdojmë që në to të shtojmë edhe një salcë. Do të t'i fusim në furrë. Është një recetë tetë e shijshme dhe ju sugjeroj të gjithëve që ta provoni. Pasi e kemi ngjeshur mirë brumin, tani është gati për ta shtuar dhe për t'ju dhënë formën qoftave. Vazhdojmë tani që të marrim nga pak nga brumi me mish dhe patate dhe me anë të duarve një herë ta bëjmë në formë rrumbullake. Dhe pastaj ta shtypim kështu në këtë formë. Në këtë recetë, qoftat nuk duhet që t'janë shumë të vogla, duhet t'janë diçka nga kjo masi, si po i bëjmë. Vazhdojmë tani në të njëjtën mënyrë, t'ju japim formën gjithave, duke i bërë një herë rrumbullake dhe pastaj t'i shtypni pak me duar. Dhe kështu duken të gjitha qoftet, pasi që i kam përgatitur, do në zakonisht preferoj që t'i vendoj poshtë 1 litër përpjekje që qoftet mos të ngjiten. Vazhdojmë tani që të rretullojmë të gjitha një herë në miell. Marrim tani nga një qofte dhe rrotullojmë mirë në miell, derisa të sigurohemi që është lyer në të gjitha anët. Dhe përsëri e rikthejmë aty në tepsi ku ishte. Vazhdojmë kështu përsëri me të gjitha. Tani merrni një tigan dhe aty shtoni vaj për frigim dhe pritni derisa vaji të jetë nxehur mirë. Vazhdojmë tani të fërgojmë qoftet për 3-4 minuta në vaj të nxehur mirë në të dyja anët. Kujdes, rrotulloni edhe nga ana tjetër dhe vazhdoni t'i skuqni edhe nga kjo anë, dikon 2-3 minuta. Vazhdoni fërgoni gjitha në të njëjtën mënyrë. Pasi që i fërgojmë të gjitha, vazhdojmë që t'i rendisim në një tepsi më të madhe për pjekje dhe tani vazhdojmë që ta bëjmë gati salcën me të cilën do t'i mbulojmë këto qofte. Në një tenxhere vazhdojmë që të shtojmë pak gjalp, unë kam shtuar në total 1 lugë gjelle gjalp, ju mund të shtoni vaj ose margarinë. Presim njerë derisa gjalpi të shkrihet. Tani të gjalpi i shkrir, vazhdojmë që të shtojmë 2 lugë gjelle të plota me miell. Vazhdojmë i fërgojmë në zjarr mesatar të ngadalt, vetëm për 2-3 minuta dhe nuk duhet që ta skuqim shumë miellin. Tani të mielli i fërguar, vazhdojmë që të shtojmë 600 ml me qumësht. Përzije.
si dhe 200 ml krem për gatim ose hopla. Vazhdojmë me ziejmë në zjarr mesatar derisa bechamel salca të fiton trashësinë e dëshiruar. Shtojmë pak kryp, si dhe pipat zi. Dhe tani që salca bechamel është trashur mjaftueshëm, vazhdojmë që ta shtojmë sipër qofteve. Vazhdojmë tani që sipër t'ju shtojmë edhe pak kashkavall të përndërinde. Kashkavall mund të shtoni sipas shijeve të juaja, të shtoni pak më tepër, por unë mendoj se kaq që është mjaftueshëm dhe unë në total përdora 75 gram kashkavall. Sipër secilës unë do të shtoj nga pak kryp speci, pasi më pëlqen ngjyrën që marrin, po ashtu edhe shijen që ju jep. Vazhdojmë tani që të vendosim në furrë, furra është e nxehtë në 225 gradë dhe do të lejojmë që të piqen brenda vetëm për 15 deri në 20 minuta, derisa kashkavalli sipër të jetë shkrir mirë. Dhe pra të dashur miq, në këto momente tava është gati. Një nga recetat e mia të preferuara, shpresoj se do bëhet e preferuar edhe në shtëpinë e juaj. Dhe pra të dashur miq, pjata për ditën e sotme është gati dhe unë kam vendosur që ta shërbej me pak patate të skuqura. Shpresoj që do të gatuani edhe ju, edhe ngjelin të kënaqur, edhe nga kjo recetë me të vërtetë të jetë e shijshme. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.